Përshëndetje, le të vazhdojmë me videon e dytë për parashikimin e Kosovës dhe kosovarëve, çfarë do ndodhi në të gjitha fushat nga muaji në muaj në viti 2026. Janari, zgjimi i të vërtetës. Fillon viti me tension të brendshëm, ashtu si dhe në Shqipëri. Dalin në dritë lodhje, zhgënjime, fjalët të pambajtura. Populli është i eshtur, por vëzhgues. Këshilla, mos nxito të marrësh vendime. Dëgjoj çfarë po kërkon shpirti kolektiv. Shkurt. Identiteti dhe krenaria e shëndetshme. Muaj shumë i fortë për Kosovën, energjetikisht është dhe lindja e saj. Aktivizohen plak të vjetra të shtetësisë. Nevojë për qëndrim dinjitos, jo të konflikt. Shërimi, krenaria pa zemër shndërrohet në barë. Mars, do ketë përplasje mes të vjetrës dhe të resë, vendime politike dhe shoqërore që ndajnë opinionin. Njerëzit do ndahen në dy grupe, ata që duan ndryshim dhe ata që kanë frikë prej ndryshimit. Mësimi, ndryshimi nuk pyet, ai vjen, se mos 2026 do jetë shumë i fortë. Muaj prill, çlirim emocional, muaj shumë emocional, protesta, reagime, por edhe shpresa. Familjet ndjejnë presionin ekonomik dhe psikologjik. Koha ideale për terapi, punë shpirtërore, bashkim familjar. Të gjithë kush jeni të interesuar mund të bëni dhe artën tuaj personale të përgjithshme, kontratën e shpirtit, por gjithashtu edhe të vitit. Dhe kjo bëhet vetëm me ditën e ditëlindjes. Gjithashtu, Jamerita Cake, terapiste energjetike, shkrimtare, trajnere dhe mësuese për zgjimin kolektiv dhe personal. Borisna, mundesh të marrësh këtë trajnim me të gjitha këto që juve ja u shpjegoj unë, edhe ti në qoftë se je interesuar dhe të marrësh dhe diplomë që të mundesh të ndihmosh dhe ti në bërjen e hartave. Dhe mund të më gjesh në të gjitha rrjetet sociale edhe në numri 0030, që është prefiksi greqisë se jetoj në Greqi, 699 321 46 37, Viber, Telegram dhe WhatsApp. Dhe shkojmë në muajin maj. Në muaj martë do kemi hapje dhe bashkëpunime. Fillojnë lëvizje pozitive, projekte të reja, sidomos nga diaspora. Energjia femërore del në rol udhëheqës. Mesazhi, kur gratë shërohen, kombi merr frymë. Prandaj ju gratë keni një rol shumë të rëndësishëm në komb, dhe në Shqipëri dhe në Kosovë dhe kudo. Qershori. Në qershor do bëhet testi i besimit, sfidë në marrëveshje dhe partneritet. Mashtrimi nuk tolerohet më. Shkëputje nga lidhja të rema dhe njerëzit dhe shteti si shtete, se kjo ka të bëjë dhe me shtetin, tokën kosovare, dhe ata që jetojnë në Kosovë, gjithashtu dhe të gjithë kosovarët që janë lindur atje pavarësisht se jetojnë në Zvicër, Amerikë, Gjermani, kudo që të jetojnë. Mësimi për muajin qershor është ajo që bie tani, s'është rrenjë, do me thënë duhet të kishte ikur që më parë. Muaj korrik do ketë lodhje dhe nevoja për pushim. Populli ka nevojë të marrë frymë, shumë largime, udhëtime, emigrim i përkohshëm. Shpirti kërkon qetësi. Këshill, pushimi është shërim dhe jo dobësim. Ndiqe këtë rrugë. Muaj gusht, pastrim karmik familjar. Muaj thellë, jo i zhurmshëm. Dalin çështje familjare, trashëgimi, prona, kohë për falje dhe mbyllje ciklish. Prap këtu do t'ju them që metoda sistemi përfaqësik transformues 333 është një nga metodat kryesore që do të ndihmojë të bësh lirimi nga të gjitha bllokadat dhe nga paraardhësit, nga familjarët dhe të mbyllësh sado çështje të vogël apo të madhe. Jam në dispozicionin tuaj dhe
bëjthirje dhe qeverive, shoqatave të ndryshme, komunave, që mundemi që të punojmë të gjithë si kolektiv, se është një terapi që punojmë në kolektiv. Gjithashtu, kush është i interesuar, bëjthirje dhe institucioneve të ndryshme që të bëhet trajnimi dhe njerëzve të thjeshtë që të shpërndahet kjo metodë dhe të punohet, por gjithashtu edhe në edukator, mësues, psikologë, në universitete, në shkolla private, jam në dispozicionin tuaj, mund të komunikoni në telefonin që kam dhënë. Energji shumë e mirë është në gusht për punë sistemike. Këtu, si që u thash. Shtatori, tema, çfarë do ndodhin? Riorganizim dhe disiplinë. Fillon një strukturë e re, fokus në punë, edikim dhe rregull. Rinia kërkon tashmë drejtim të qartë. Mësimi, liria pa strukturë na lodh. Prandaj duhet strukturë. Muaj tetor, fuqizimi i zërit të Kosovës. Kosova do kërkoj të dëgjohet. Muaj shumë i fortë në komunikim. Kosova dëgjohet më shumë jashtë vendimet që kanë jehon dhe afatgjatë. Do dëgjohet zëri tënd Kosovë dhe kosovarë. Mesazhi për këtë muaj tetor do jetë fol nga e vërteta dhe nga zemra dhe jo nga frika. Kush ka frikë, simboli i mrekullive, është një libër metodë për lirimin e 83 frikave dhe fobive që do të lirojnë nga të gjitha këto frika të thella si person. Dhe kur ne si kush beson dhe lufton dhe punon me veten e tia, atëre çlirohet edhe një komb. Këtë libër më kërkoni ku do ta gjeni, por e keni dhe në Kosovë, në Prishtinë, në për librarit atje. Nëndorim, përgjegjësia kolektive. Në nëndor, kolektivi do marrë përgjegjësinë e tij. Llogaridhënie në të gjitha nivelet. Kush ka abuzuar, ekspozohet. Populli kërkon drejtësi dhe jo akmarrje. Shërimi këtu, drejtësia pa urrëtie shron. Erdhi koha që të shkojmë në drejtësi. Muaji dhjetor dhe muaji i fundit është mbyllje dhe pjekuri. Kosova mbyll 2026 më e vetëdijshme, jo çdo gjë është e zgjidhur, por është kuptuar, fillon një cikël më të qëndrueshëm. Mesazhin për këtë vit, në muajin dhjetor, për mbylljen, nuk jam më viktime e historisë, jam krijuese e saj. Kaq paka shumë janë parashikimet për vitin 2026 për Kosovën dhe kosovarët. Në qoftë se dëshiron ta bësh ti artën tënde dhe të përgjithshme dhe të vitit 2026, jam në dispozicionin tënd. Në dispozicion të atyre njerëzve që janë në dispozicionin e vetes të tyre. Nuk mund të ndihmoj më asnjë dhe të jem në rolin e shpëtimtares, në qoftë se ti nuk do të shpëtosh jetën tënde, veten tënde dhe të bësh diçka ndryshe. Unë mund të them që çdo gjë bëhet për një gjë dhe në çdo problem ka zgjidhje. Jam këtu për ndërmjet terapive personale, ndërmjet analizave të artëve dhe parashikimit të viteve, të jetës tënde, të kontratës tënde të ndihmoj. Dhe gjithashtu edhe ndërmjet trajnimeve të ndryshme që punojmë në grup, në ndërmjet Zoomit dhe në individ dhe në grup dhe nga afër me sistemi përfaqësik transformues. Ju uroj një vit të mbar, të bukur dhe çdo gjë është në dorën tonë. Ju dua shumë kosovar dhe Kosovë, sepse vajtjet e tua dhe përjashtimi më ka ndikuar shumë edhe mua si person dhe jam këtu të të tregoj të gjesh rrugën tënde dhe dritën tënde, sepse nga ty do filloj drita në gjithë Ballkanin dhe mos e harro asnjëherë këtë. Ju dua shumë.